Përdorimi i buxhetit të shtetit ka qenë dhe është një problem i shumë diskutuar gjatë të gjitha viteve zgjedhore. Gjithmonë ka patur akuza dhe diskutime në lidhje me keq përdorim të fondeve publike në mënyrë të ndryshme gjatë periudhave elektorale. Pagesat e thesarit të shtetit për periudhën janar-mars të 2021 deri 2025 na tregojnë që kemi më shumë pagesa në vitet elektorale krahasuar me vitet e tjera, po njësoj të dhënat për numrin e përfituesve, pra operatorëve ekonomik, ku janë shpërndar paratë e buxhetit të shtetit në periudat janar-mars, na tregon një numër më të lartë të operatorëve në vite të cilat kemi zgjedhje. Ekonomia duket e rëndë me fjalë dhe janë shifrat ato që e bëjnë të thjeshtë dhe konkrete. Prandaj, unë sot nuk mora analistë që vetëm flasin, por dy djemë që me punë hulumtuese bazuar në shkresa zyrtare, konfirmojnë atë që ndodh realisht. I mirëpres në studio Ilir Brashën, hartuesi një raporti, faleminderit zoti Brasha që jeni këtu, dhe Miguel Qiraxhi, aktivist nga qendresa qytetare, faleminderit që jeni këtu. Shumë faleminderit. Ilir, është e udhës tani me ju, pse një raport i tillë, sikurse thash, ka shumë analistë nëpër studiot televizive që përpiqen të japin ide ndaj atyre që i ndjekin se çfarë po ndodh në këto vite zgjedhore. Atëherë, siç e përmendët edhe ju, gjithmonë ka diskutime se fondet janë përdorur, fondet e shqiptarëve, që do të thotë që vinë nga të ardhurat e shqiptarëve, janë përdorur për përdorim nga partia në pushtet në fushata zgjedhore. Dhe çfarë menduam ne? Ne menduam që të shikojmë nëse realisht kjo gjë ka ndodhur nëpërmjet shifrave dhe rezultateve pra konkrete, dhe të shikojmë nëse ka ndodhur diçka e tillë apo jo. Dhe në cilët sektor apo si ka ndodhur kjo, nëpërmjet krijimit të disa indikatorëve të cilët ne kemi marrë kryesisht nga transfertat e thesarit, por gjithashtu edhe nga prokurimet publike dhe gjithashtu edhe nga numri i punonjësve të bazuar në shifrat e Ishte mbledhja të dhënave, se mbaj mend disa raporte që vështirë se nxireshin nga kasafortat e institucioneve. Tani, duhet thënë që vitet e fundit transparenca e shifrave është rritur, është përmirësuar për shkak edhe të digitalizimit dhe kjo ka ndodhur jo vetëm në Shqipëri, por kudo në mbar botën. Por përsëri të lexosh shifrat nuk është aq e lehtë dhe sidomos të grumbullosh ato dhe të shikosh se dhe të analizosh ashtu siç duhet. Sidomos, problematika më e madhe lindte tek transaksionet e thesarit, të cilat kishte jashtë transaksionet e thesarit janë çdo shpenzim i detajuar sipas institucionit buxhetor për çdo faturë të realizuar që jepet nga thesari i shtetit për çdo operator të caktuar ekonomik. Që do të thotë çdo ditë Ministria e Financave publikon të gjitha transaksionet që kryhen nga buxheti i shtetit. Dhe këto transaksione shpesh herë kanë edhe gabime të shumëllojshme, sidomos nga Ministria e Financave dhe sidomos tek duplikimi i faturave. Dhe për më tepër ne kemi realizuar heqjen e këtyre duplikimeve, por gjithashtu kemi vënë re edhe një qasje tjetër që edhe pse numri i faturës është i njëjtë, kemi përshkrime të faturës të ndryshëm dhe në këtë rast nuk kemi ditur se si me gabime njerëzore që dy persona fusin të njëjtën faturë në sistem. Kështu që këto gabime mund të jenë ndoshta edhe njerëzore, mund të jenë në nivel të padijes apo mund të jenë edhe të qëllimshme. Këtë nuk kemi arritur që ta analizojmë dhe të themi një gjë konkrete, por e kemi vënë re, të cilën ka qenë edhe e vështirë, por ne kemi realizuar heqjen e këtyre duplikimeve duke marrë parasysh vetëm numrin e faturës. Nga puna jote hulumtuese, cilat janë dikasteret që lëngojnë më shumë në këto vite zgjedhore? Atëherë, ne kemi vënë re, ne marrim 20 institucionet më të mëdha buxhetore, duhet thënë, të cilat kanë kryer më shumë transaksione gjatë periudhës janar-mars të secilit vit, nga 2021 deri në periudhën aktuale të 2025. Çfarë vjen të re? Që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe gjithashtu Ministria e Financave janë 3 institucionet buxhetore, të cilat kanë aktivitet më të lartë në vitet elektorale krahasuar me vitet jo elektorale. Që do të thotë, këto 3 dikastera apo 3 institucione buxhetore kryejnë më shumë vlera transaksionesh gjatë kësaj periudhe krahasuar me periudhat e tjera. Dhe kjo në fakt lidhet me perceptimin e publikut. Sepse ne kemi parë padyshim çdo vit elektoral, çdo periudhë para fushatës të përurohen vepra nga më të ndryshme si ura, rruga, apo qoftë edhe vepra të tjera ndërtesash, të cilat janë përuruar fiks që koincidon me periudhën e fushatës. Dhe kjo në një farë mënyrë vërteton që këto pagesa janë kryer pikërisht për këtë përurim në mënyrë që të ndikojnë drejt për drejt tek vota e shqiptarëve. Dhe pikërisht dy nga institucionet patjetër, dhe pikërisht dy nga institucionet që kanë edhe buxhetin apo portofolin më të lartë të këtyre investimeve, siç janë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe gjithashtu
dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pikërisht këto dy institucione rezultojnë edhe me diferencën përmjet viteve elektorale dhe viteve normale, le t'i quajmë. Miguel, është e vërtetë ajo që thuhet që shqyr që ka zgjedhje që ka dhe ndonjë investim që na prek të gjithëve, apo nuk është e thënë kjo? Është e thënë, edhe kam përshtypjen që qytetarë shqiptar jo vetëm që e kuptojnë këtë, po ndonjëherë edhe e përdorin. Në kuptimin që bëhet më i mirë, ne kur kemi kryer një sondazh para pak muajsh, kemi pyetur qytetarët a punon shteti më mirë në periudha fushate, dhe ata në pjesën më të madhe, 80% e tyre deklaronin që po, shteti punon më mirë kur ka le themi fushat elektorale. A janë më të sjellshëm administrata gjatë vitit elektoral? Po, qytetarët e dëshmonin që janë më të sjellshëm. Shikoni numrat kemi evidentuar numrat e gjobave. Në qytetin e Tiranës për zgjedhjet lokale ulej me 4 herë numri i gjobave. Të policisë rrugore dhe për automjetet ku qytetarët po kështu edhe në zona ku kontrolloheshin nga e djatha. Për shembull Bashkia e Shkodrës atëherë kur ka qenë e djathtë, uleshe me 80 herë numri i gjobave për automjetet në qytet, dhe sigurisht që në këtë kuptim nuk mundet që le të themi policët ose zyrtarët në mënyrë të pa orientuar mund të ulin numrin e gjobave. Pra kjo ka një problematik shumë dështuar që le të themi edhe institucionet të tjera të hetimit duhet të hedhin le të themi syt për të thënë që kush e jep urdhrin në këto institucione që më pak punë të bëhet, fjala vjen për vendosjen e gjobave. Kush e jep urdhrin brenda institucioneve që të rritet performanca në një sektor apo të rriten shpenzimet në një sektor për fushat. Ne kemi parë që gjatë fushatave kryesisht villojnë këto asfalti elektoral, ka më shumë shpërblime për të përndjekurit, pa edhe tek analiza që Iliri ka përpiluar, tregohet që për shembull të përndjekurit gjatë viteve elektorale shkojnë më shumë lek. Tani, a është kjo mënyra se si duhet të drejtohet shteti? Jo, sepse shteti duhet të jetë konstant në gjithë kohës për qytetarët. Po çfarë dëmton kjo në thelb kur bëhet fjalë për një garë elektorale? Partitë politike garojnë. Dhe partitë politike duhet garojnë me çfarë ata i premtojnë qytetarëve se do të bëjnë mbasi të fitojnë. Dhe në momentin 4 vit qeverisje, jo në një muaj fushate. Dhe në momentin ku njëra nga partitë që ka le të themi kontroll të pushtetit në vend, përveç se refuzon të ngarojë në mënyrë të barabartë me partitë e tjera, vendos dhe paratë të përbashkëtës, paratë e të gjithëve ne, në funksion të fitores vet, kjo në thelb cënon zgjedhje të lira demokratike dhe të ndershme, sepse njëri nga partitë politike që ka disa mundësi të shtuara në shoqëri, duke gëzuar pushtetin, e vendos atë në shërbim të avantazheve elektorale të saj. Sigurisht që qytetarët mbrohen me një seri ligjesh, kodi zgjedhore të tjera për të minimizuar këtë fenomen. Fjala vjen është sankcionuar që në 4 muaj përpara zgjedhjeve nuk mund të bëhen shpërndarje të certifikatave, nuk mund të bëhen disa lloj shpenzimesh në institucionet lokale, po edhe qendrore. Çfarë kanë bërë? E kanë kuptuar këtë dhe çfarë bëri për shembull kryeministri me bonusin e pensionistëve? Bonusi i pensionistëve, që u quajt bonusi i pranverës, u vendos në janar, tani unë nuk e di se sa i bi janari pranverë. Me sa duhet po janari i bi dimër, aq sa dim ne. I përgatiste për pranverën. Dhe në janar merr vendim që bonusin e pranverës t'ja jap pensionistëve në shkurt. Po në dimër dhe që është afër, le të themi, proceseve zgjedhore ose është përpara procesit zgjedhor që i garanton atij një shtresë më të kënaqur sa i përket një trajtimi financiar, dhe këto elemente duhet të jenë minimalisht jo në këtë kuptim kaq flagrant, ku ti i tregon qytetarit që unë do të suportoj për bonusin e pranverës dhe më që kam zgjedhje tani po ta jap diku nga dimri se pranvera s'më hyn në punë. Dhe sigurisht që do duhet të tregojnë edhe institucionet më të kujdesshme që të sankcionojnë. Fjala vjen edhe ne me mundësitë që ne kemi, raportojmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve gjitha ato që janë përdorimin e shtetit në fushat, ku në një pjesë të mirë ja kemi dalë të jemi të suksesshëm dhe kemi vendosur zyrtar të lartë publik përpara gjobave dhe përgjegjësive për të megjithëse nuk kemi të kënaqur nga mënyra se si
partit politike sillen në fushat edhe këto gjoba ndonjëri i trajtojnë si spaleta dhe i thonë partisë që shiko, unë sakrifikoha për ty, vajta në KQZ, mora gjobë dhe ti tani duhet më shpërblesh, gjë e cila është jashtëzakonisht shumë problematike. Edhe Ilir, nga ana tjetër unë dua të sjell në vëmendje një vendim të qeverisë e cila prej 1 marsit të këtij viti nuk lejonte më punësime në administratë dhe sa herë që vinë zgjedhjet, gjëja e parë që na vjen në mendjen e shqiptarëve është ndoshta lirohet ndonjë vend pune për të gjithë. A rezulton e tillë? Tani, duke parë 2 raste, ato të punësuar që janë faktik dhe të punësuar që janë planifikuar si punonjës buxhetor, sepse për fatkeq faktikët nuk mund të kemi për 2024 dhe 2025 në periudhën që ndodhemi. Kemi shikuar që pavarësisht periudhave apo digitalizimit të tejskajshëm të gjitha shërbimeve ashtu siç thuhet ku çdo qytetar mund do largonte të paaftët nga sistemi. Por gjithashtu edhe që pjesa më e madhe e shërbimeve po kryhen tani më online, që do të thotë për çfarë duhen këta individ që të jenë të punësuar. Nëse më përpara duhej për një punë të caktuar, për shembull për lëshimin e certifikatave 4 punonjës, sot me anë të digitalizimit do duhet që të ishte të paktën 2, le të themi gjysma. Por ndërkohë çfarë shikojmë ndër vite? Ne nuk kemi një reduktim të numrit të punonjësve, por ama kemi një shtim të mëtejshëm të numrit të punonjësve në administratën shtetërore dhe gjithashtu edhe punonjës buxhetorë si të planifikuar në buxhetin e shtetit, në ligjin e buxhetit të shtetit, por ashtu edhe faktik. Kjo vjen në 2 kahe të kundërta. Popullsia e Shqipërisë po ulet dita ditës, shërbimet digjitale po rriten dita ditës, që do të thotë më shumë shërbime për qytetarët e thjeshtë, por gjithashtu edhe për bizneset po kryen me anë të shërbimeve online, ndërkohë numri punonjësve po rritet. Dhe çfarë do të thotë kjo? Në një popullsi me le të themi 1,5 milion apo 2 milion që mund të jenë potencial banor bashkë me votat e emigrantëve, ne kemi 180.000 pothuajse 200.000 punonjës në administratën shtetërore, që janë potencialisht 200.000 vota, herë le të themi minimumin 2 apo 3 individ familjar, le të themi 400.000 vota të siguruara për partinë e pushtet. Prandaj, administrata shtetërore kanë përshtypjen që vazhdon të zgjerohet dita ditës, pavarësisht uljes së numrit të popullsisë dhe pavarësisht rritjes së shërbimeve digjitale. Por ne jemi në demokraci dhe duhet besojmë edhe faktin tjetër që jo të gjithë ata që ndodhen në administratë janë të detyruar të votojnë sepse vota është e fshehtë. Patjetër. Varet se çfarë ndodh. Migen, kaq shumë administrat nënkupton që po punohet më shumë për këta qytetarë që po largohen më shumë? Jo, sipas gjitha studimeve të le të themi të shkencave të eficiencës në punë, nëse ti ke qoftë mbi ngarkesë të le të themi të sektorit ku kërkon një lloj produkti, ajo e ngandalson procesin, po njësoj është edhe kur e ke nën normë, le të themi. Ajo që duhet ne të bëjmë është që të krijojmë një lloj standardi të eficiencës në mënyrën se si punon administrata. Asnjë vend në rajon, asnjë vend në Europë nuk ka këtë raport midis popullsisë dhe administratës që i jep shërbime, kështu që dukshëm mënyra se si ne ose mënyra se si shteti, pushteti përdor administratën dhe punësimet në administratë, dukshëm nuk janë në qëllim të rritjes së eficiencës, po kryesisht janë në qëllim të mbajtjes afër të komuniteteve, target grupeve, të cilat më pas do duhet t'i shërbejnë. Edhe sigurisht kjo është edhe një element i varfërisë, për shembull, unë pak e shoh të artikulohet edhe në ndërmjet partive politike në garë, ulja e administratës, sepse dukshëm kjo mund t'i sjellë kosto. Partive politike që premtojnë se ulja e administratës do duhet të ndodhë në Shqipëri dhe çfarë ndodh dhe çfarë e premtoi Sali Berisha me të ardhmën në pushtet do e bëj diçka të tillë. Dhe çfarë ndodh kjo? Shiko, ka një problematik midis premtimeve që kemi në këtë situatë elektorale. Do dalim aty, prandaj e hodha si teaser më shumë. Kjo është shumë e rëndësishme, sa herë edhe për qytetar, sa herë dikush një politikan ju premton, do duhet që minimalisht ta shoqërojë atë me të dhëna. Pa nuk mjafton të themi që do ulet administrata shtetërore, por kur bëhet fjalë që ti je dikush që do qeverisësh mes njëherë pas 11 majit, unë dua në mënyrë të saktë se sa është numri që do të ulet, cilët janë sektorët që do të ulet, çfarë i shkakton kjo le të themi vendit, ku do të akomodohen njerëzit që do të ulen, se gjithsesi ata janë shqiptarë dhe ne duhet të mendojmë, nuk janë njerëz të cilët do duhet të hidhen në rrugë, do duhet të akomodohen në sektore private, a kanë partitë politike le të themi një krijim inovativ se çfarë do të bëjnë me sektorë të ndryshëm. Për premtime të tjera, sa janë kostot, askush nuk flet për kosto në programet e tyre. Edhe kjo
është akoma më problematike. Ka disa elemente ku në disa programe unë kam vërejtur kostot, por kostot janë shumë të mëdha, pra që të rritësh pensionet, të rritësh, le të themi, pagat, të rritësh apo të vendosësh minimumin jetik. Janë kosto jashtëzakonshme për vendin. Dhe minimalisht. Dhe mbi të gjitha premtohet nga ana tjetër ti mund të ta mbash, por shiko ka një problem që ti mund të vish edhe ta mbash premtimin. Po çfarë do të thotë? Do të thotë që ti do t'ja marrësh një sektori, pra do t'ja marrësh shëndetësisë, do t'ja japësh pensioneve, do t'ja marrësh arsimit, do t'ja japësh pensioneve, sepse me shumë mundësi unë nuk e dua këtë. Unë dua që, si zgjedhës, dua që të kuptoj nëse ti ke alternativë krijuese për të krijuar para në këtë shoqëri, apo thjesht do bësh rokad, do t'ja marrësh dikujt dhe do t'ja lësh dikujt tjetër, që kjo nuk është, mendoj, pozitive. Të gjitha premtimet të cilat vijnë të paplotësuara, pa treguar sakt artikulimin e premtimit, pra të thënë detajisht se ku dhe si do të veproj, sa është kostoja, dhe pastaj koston të më tregosh se ku do ta gjesh për ta realizuar. Nëse këto element nuk i përmban një premtim, harrojeni se ka për të qenë një premtim I cili shkon në standard të qytetarit. Ja shohim konkretisht pak më vonë, Ilir, cilat janë shtresat që përfitojnë më shumë nga dashamirësia zgjedhore në vend? Atëherë, stresat, në fakt nëse ndalemi vetëm tek një stres apo vetëm tek një pjesë e popullsisë, nuk vjen re që qeveria ndalet vetëm tek një e caktuar. Por ajo ndalet edhe tek stresa thjesht dhe gjithashtu edhe tek biznesi. Shtrerje në një farë mënyrë le të themi të barabartë që na mundson edhe konkurrencën e plotë. Çfarë vëmë re ne? Grantet individuale gjatë periudhave të para fushatave zgjedhore, përkatësisht 3 mujorit të parë të viteve elektorale, kanë një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitet e mëparshme, që do të thotë njerëzit e thjesht, me anë të bonusit të pensionistëve, me anë të bonusit të qerave, me anë të bonuseve të ndryshme që jepen, qoftë edhe për pjesën e pastërmetit, rriten në mënyrë direkte gjatë periudhave të fushatave zgjedhore. Gjithashtu, kemi një rritje të pagesave pa specifikim të institucionit buxhetor për gjatë periudhave zgjedhore. Çfarë do të thotë kjo? Kur kemi daljen nga thesari nga institucioni pa specifikuar buxhetor, kjo nuk kupton që ato mund të jenë transferime nga Instituti I Sigurimit Shoqërore, por gjithashtu ajo që përmendi edhe Migeli më përpara, që janë pagesat ndaj të përndjekurve politik apo transferta të tjera tek individet, pra direkte tek individet. Edhe ky zë është ai zë që rritet apo klasifikim që rritet gjatë gjithë periudhave zgjedhore, që do të thotë përsëri shtresa e thjesht apo ajo e të përndjekurve politik në këtë rast, është ajo që mbushet ose ndihmohet me para në mënyrë që të ndikojë drejt për drejt tek votat. Ajo çfarë vëmë re tjetër është që edhe numri I operatorëve ekonomik tek fituesit qoftë transaksionet të thesarit, por gjithashtu edhe tek procedurat e prokurimit, shënon një rritje të konsiderueshme nga viti paraardhës në rastin kur kemi vite elektorale, që do të thotë ne kemi më shumë operatorë ekonomik që përfitojnë të ardhurën nga buxheti I shtetit gjatë periudhës zgjedhore krahasuar me periudhën parazgjedhore apo me një vit normal. Të dyja këta indikatorë, qoftë edhe numri I individëve, por qoftë edhe numri I bizneseve dhe gjithashtu edhe fondi limit tek rasti I procedurave të prokurimit publik është më I lartë në vitet zgjedhore kundrejt atyre jo zgjedhore, të tre këta bëjnë të mundur një shpërndarje tek më shumë individ, tek më shumë operator ekonomik për gjatë periudhave zgjedhore. Gjithashtu, duke ndalur tek operatorët ekonomik, ne krijuam ose realizuam indeksin Herfindahl-Hirschman, I cili është një indeks që tregon përqendrimin e parave publike tek disa operatorë ekonomik apo që mat në një farë mënyrë konkurrueshmërinë e transferimit të parave të buxhetit të shtetit. Ky është një indikator që përdoret nga autoritetet e konkurrencës, jo vetëm në Shqipëri, por gjithandaj në rastet e përqendrimeve të tregjeve. Dhe çfarë rezulton? Viti më I lartë, në fakt rezulton viti 2022, ndoshta edhe për shkak të Covidit dhe gjithashtu edhe pasojave të pastërmetit 2019, por nga viti 2022 kemi një rënje të këtij indeksi për periudhën e qenishit apo janar-mars. Ndërkohë që në 2025 kemi një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitet e mëparshme, që do të thotë në vitin 2025, pavarësisht se ne kemi dhënë më shumë para më shumë operatorëve ekonomik, përsëri kemi ruajtur një përqendrim më të lartë tek disa nga këta operatorë, që do të thotë edhe pse numri I shtrirë I operatorëve është më I lartë, ne ju kemi dhënë më pak apo thërrime disa operatorëve, ndërkohë që operatorët më afër ndoshta pushtetit apo mund të jenë edhe më të mirët, sepse këtë nuk mund ta shikojmë vetëm nëpërmjet shifra, por duhet realizuar edhe eficienca.
janë shpërndar më shumë para tek ta, duke ulur kështu konkurrueshmërinë pas një ecuri pozitive pas vitit 2022, ku në vitin 2025 për fat të keq kjo shifër po shkon drejt rritjes dhe uljes së konkurrueshmërisë. Ja, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në 2024, kur ishte kjo gjullurdia e madhe e pensioneve, Kryeministri deri dhe thotë që nuk mund të rriten sepse ne kemi një deficit të madh në fondin e pensioneve. Mirë po, në programin qeverisës të 4 viteve që pasojnë, Kryeministri ka vënë një pension minimum. Automatikisht do të thotë rritje për një kategori të tyre. A duhet të besojmë se nëse opozitën nuk mund ta marrim parasysh, jo se nuk vlen, por nga ana tjetër është në opozit edhe ka të drejtë ta shohë qeverisjen siç mendon ajo, qeveria duhet të ishte më konkrete? Kjo qëndron. Një gjë që më shqetëson më shumë në përkeqësim të këtyre parametrave është një element i cili nuk duket asgjikundi në gjuhën e komunikimit me publikun të partive politike, që është një nga shqetësimet më të rëndësishme në nivel global, që sigurisht do transferohet shumë shpejt edhe në Shqipëri. Në Shtetet e Bashkuara, për shkak të disa vendimarrjeve, le të themi presidenti i vendit ju tregon qytetarëve që do kalojmë një periudhë inflacioni të vështirë për të bërë më mirë. Në punë të vet, në vendimarrje të vet. Në rastin e Europës, von der Leyen, le të themi kryeministrja e Bashkimit Evropian, thotë që aktet e fundit të politikave ndërkombëtare do rrisin inflacionin në vendet tona dhe ne do jemi të përgatitur për të bërë me disa hapa për të amortizuar inflacionin. Në Shqipëri, termat për të diskutuar mbi inflacionin nuk duken asgjikundi. Që do të thotë, nëse kryeministri premton pension minimal 200 euro, po mua në vitin që vjen, për shkak të zhvillimeve globale, do kemi një inflacion të lartë, ku vezën do ma qosh, nuk e di, 400, 500, 600, 700, 800 lek, do thotë që ti, kur më ke folur vetëm për rritjen e pakave, pa më treguar amortizimin e inflacionit, mund të më kesh dhënë një shifër e cila në duke rritje, po unë nuk mund blej asgjë me ato. Kështu që nëse nuk futen në fjalor përbëri rritjes së pakave, edhe termat e parandalimit të inflacionit, ajo që duket rritje në narrativ mund të jetë një ulje në standardin e jetesës dhe më pak gjëra për të blerë mbas 11 majit. Këtë duhet keti parasysh teksa shkoni në kutinë e votimit. Faleminderit Miguel Qeragji, faleminderit Ilir Brasha, ishte kënaqësi që u kisha sot këtu.